Ju gëzova asaj vizit që më në fund të lejun, edhe pse unë menoj që për këtu do të i falenderoj sidomos mediat. Do të i falenderoj ju media, po them, ka qenë presioni i ju media që diskutu vazhdimisht që spelejojnë. Dhe ku panë që për del buja, në një farë mënyrë, unë menoj që 80%, 90% është pjesë e ju media, mëri që a i ka ardhë. E dyta, unë gëzova në kuptimin ku pava thaqin stoik, e pava thaqin të fort, e pava thaqin të pathyshëm, e pava thaqin njerëzor me dhembjen, dhe e pava thaqin që asë një mënyrë, dhe ju tha, në një mënyrë i tha popullit, unë s'po tremben, çka keni ju që po trembi. Nuk ka pas ndryshim mënyrë më të mirë, mbrana rrethonave që ka pasaj, se i thot. Ju tha, unë jam ai që kam qenë pashku, dhe unë jam ai këtu që kam qëndru ashtu që jam. Kështu që ju të regojnë një farë mënyrë, qka keni, qka po të më ruhi? Në momentin kër u përshëndet, në fakt, ish presidenti thua që u duk pak si emocionua, nuk e dija e pat atë momentin të kësa e bënd të përshëndetin e ti. Unë e menoj që mas pari është njerëzore, e dyta unë nuk menoj që ka qenë shumë emocion, sa ka qenë nga shrim, nga mlefi se qka po bëhet me këtë popull. Besoj që me tepër ka qenë nga shrim, ku i ka po njerëz dhe ku ka po masën, shisho, për mua do të tërprohet çdo kush, se cila parti, se cila organizat, se cila qeveritare, jo qeveritare. Se unë e di që a i vjen mënyrë tilzare. Po qëndrimi ti 3 orë aty, dhe të mos mushet sheshe me njerëz, unë menoj që dikush është të lujt me atë kartin, mos e i bojmë dom. Nuk kemi shka i bojmë dom, thot që të ma shumë që u ka bo domi. Ne do të kalzojmë këse gjykate se ne i dojmë djemë tonë këtu. Ne i dojmë djemë tonë, ata që në kanë pru lirin, ne i dojmë këtu. Dhe nuk kanë nevoj më bo me këto procedura ka gjata, sepse edhe si procedura juridike janë shumë gjata. Ka bon 5 vite.